Do ndalemi tashmë tek një tjetër biznes i cili nuk mungon asnjëherë në tavolinat tona, e bëhet fjalë sjell atë dashurinë, atë ëmbëlsinë dhe pikërisht çokolati italiani kam sot pranë nesh në Trend Awards 2025. Pikërisht CEO-n e saj, Fiori, të përshëndes dhe faleminderit që e përpjesën. Faleminderit për ftesën, Nikon. Na ke sjellur sot një ëmbëlsirë që është Red Velvet, mos u gabosh. Po, Red Velveti dhe mund të themi është një nga produktet më të kërkuara dhe më të dashura nga çokolati italiani. Prandaj dhe ne sot e kemi sjellë. Është e veçantë, është po dhe shumë e shijshme. Absolutisht po, e bazuar në ato ingredientet edhe në menut e ëmbëlsirave italiane, patjetër që s'duhet mungonte një Red Velvet. Patjetër që jo, dhe mund të themi edhe është si bestseller. Si bestseller i çokolatit italian. Do flasim sot pak më shumë për eksperiencën, për vitet që ka çokolati italiani, për produktet që sjell, për ato menute bukura dhe ato ëmbëlsira dhe shumë llojshme që kanë secili nga vendet, nga lokalet që ju keni nga çokolati italian. Patjetër, çokolati italiani në Shqipëri në shtator ka mbushur 10 vite. Kishim festën pra e 10 vjetorit tonë dhe po ndërkohë çokolati italiani i cili e ka bazën në Itali ka mbi 25 vite histori suksesi. Çokolati italiani është më shumë se në 10 shtete të ndryshme dhe normalisht nuk mungon as në Shqipëri dhe jo vetëm. Eksperiencë 10 vjeçare, çfarë inovacioni ka pasur çokolatini edhe në lidhje me klientët, edhe në lidhje me vjushmërinë e saj si biznes? Patjetër që ka sfidat e veta normalisht, dhe sidomos në Shqipëri ku le të themi që gjërat nuk funksionojnë shumë mirë përsa i përket pjesës së bizneseve apo pjesës së konkurrencës, por edhe fakti që është franchise ka ato limitet e veta dhe je i limituar në shumë aspekte sepse ti duhet të ecësh me trendin që ka Italia normalisht dhe në mënyrën se si ata e vendosin apo e vlerësojnë pjesën e Shqipërisë, por mund të themi që në 10 vite ja kemi dalë, besoj shumë mirë. Të gjithë klientët tanë që na njohin dhe na frekuentojnë, besoj janë shumë të kënaqur për sa kohë në 10 vite ata na ndjekin kudo. Folëm pak më parë dhe më thash që kemi plot 3 vende. 3 vende që mund të frekuentohen nga klientët të çokolatinit. A mund t'i specifikojmë kryesisht edhe adresat për ata që na ndjekin dhe duhet të tim pak më shumë? Patjetër, lokacionet janë shumë veçanta si fakt dhe kjo na e bën pak të vështirë pjesën e hapjes në le të themi në vende të tjera, duke qenë se jemi në blok tek Kalaja, Toptani dhe Pika More, dhe tek Pika e Re, te Liçeni tek Lake View. Dëgjova në pravaskena që një ndër vendet më të frekuentuara nga çokolatina është ai në pikën e bllokut. Patjetër që po. Në mesin e njerëzve të Tiranës, e vërtet, ajo është dhe më e frekuentuara, është shumë e veçantë. Po e pikën e re si çfarë? Pika e Re ka një gjë, domethënë çdo gjë e ka të re, le të themi, sepse në 10 vjeçarin e fundit normalisht që edhe kompania në Itali ka ndryshuar konceptin dhe ngjyrat janë më të ëmbla, vjen pak më ndryshe, por gjithmonë ajo që kryeson është pjesa e çokoladës, kështu që prandaj dhe është gjëja më e veçantë dhe akullorja. Ju sugjeroj që ta vizitoni sepse koncepti është shumë ndryshe nga i bllokut dhe është shumë sweet, shumë e ëmbël, sikurse dhe ëmbëlsirat. Në startin e ditës tënde, cilat janë ato fjalë që ndoshta ja thua vetes për ta motivuar ose për t'i dhënë një lloj gjendje për të startuar ditën në biznesin tënd? Patjetër, atëherë le të themi është një rutinë e përditshme, duke qenë se ne jemi hapur të 365 ditë të vitit dhe çdo ditë është ndryshe nga tjetra, por me atë rutinën e përditshme ku unë zgjohem, marr telefonin, shikoj mesazhet dhe në momentin e parë impakti i ditës mund të themi që impaktohet edhe nga mesazhet dhe me
edhe nga koha normalisht. Nëse këto janë në favor, atëherë dita shkon parë dhe çdo gjë shkon bukur, por le të jemi dhe pjesa kur unë shkoj në zyrë, klientës e përhershëm, që ti takon, të japin atë pozitivitetin dhe t'i uron që dita të vazhdoj tillë. Ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e jona dhe ke qenë për vite me radhë pjesë e World 2025-s, kështu Kënaqësi. Faleminderit ju.